Skizofrenia europiane ndaj presidentit Trump dhe aksionet e tij luftarak. Subscribe në Focus, do të kemë gjatë sot. Pse? Liderët europianë nga pas skenave i lutën Trumpit, please, shkatroj Iranin. Publikisht nuk është lufta jonë. Gjermania 16% i ka emigrantë që nuk kanë lindur në Gjermani. Shumica janë muslimanë që nuk përshtaten me perëndimin. Janë më radikal se nga vendet radikale muslimane ku janë larguar. Në luftën e parë të gjirit zgjati 42 ditë, vetëm 4 ditë në tokë, pati 300 vrarë. Nuk besoj se Trump do të veprojë kështu. Bill O'Reilly ka thënë NATO duhet përjashtoj Spanjën. Të ashpër ndaj Italisë, nga gjithë vendeve europiane, nuk ka më mbrojtje ndaj jush. A do të shkoj Trump me masa më ekstreme? E dëmtuar ignorantët Kushner dhe Witkoff, apo ishte një taktik e zgjedhur nga Trump? 7 presidentë në fundit kanë ndërruar të godasin Iranin. Trump ishte i vetmi që e goditi. Janë 3 rrugë për të dalë. Ose të ngrihet një revolucion i gjithë regjimit të bjerë, të vendoset një si Balluku numri 2 në Tiranë apo në Venezuelë, pra dikush autokrat por jo fetar, dhe treta të godasin dhe tikin. Më shumë Fokus.